Luis Silli ka shpjeguar për publikun arsyeën e vërtetë se pse Rogerti vazhdon të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për përjashtimin e tij. Gjatë një interviste, ish fituesi i formatit ka folur rreth dinamikave aktuale, duke u ndalur te habia e vet konkurrentëve të cilët ankohen se pse ai nuk po ndëshkohet me zarf të zi për veprimet e tij nga produksioni. Sipas Luizit, mbajtja e Rogertit lidhet drejt për drejt me nevojën për të krijuar situata në shtëpi, si pasojë e pasivitetit të banorëve të tjerë. Dëgjoj mor vlla, në qoftë se ju urrini flini gjumë, aty ka 500 sponsora, kanë paguar ata mileti për me qenë aty. Njerëzit kanë paguar abonimin, duan me pa. Çfarë me pa? Me ju pa si hani, si pini, duhet dikush me bë zhurmë, për sa kohë që ju flini. Hyri brenda, janë detyru produksioni me mbajt. Në qoftë se ju bëni namin, e di si i qesin, për 3 sekonda. U shpreh ai. Kjo deklarat ka hedhur dritë mbi logjikën televizive të programit, duke kaluar përgjegjësinë e qëndrimit të tij te mungesa e aktivizimit të konkurrentëve të tjerë në lojë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.